Po nisi. Po nisi? Po. Ta bëjmë këto kështu. Prova. Unë nuk e mbaj mend se kemi nisë ato të parën. Nuk e... po ti ke bërë një prezantim timin. Jam këtu me Joyce kështu. Tani unë mendoj që unë nuk kam më nevojë të bëj një prezantim të Joyce. Joyce ju e njihni më së miri, nëse më njihni mua, besoj e shihni Joyce njërin 3 ditë në stories e mia. Sepse praktikisht po bëjmë çdo gjë bashkë tani, edhe palestrën po e bëjmë bashkë, edhe për të dalë jemi gjatë gjithë kohës bashkë. E kam integruar në shoqërinë dhe në familjen time, domethënë Joyce është bërë motra 3. E nisëm shumë fort. Nuk dua çaj. Po, dua që njerëzit të kuptojnë që jemi familiarizuar shumë dhe ndryshe nga podcasti i parë që ne e bëm, që mbase nuk është se njiheshim më shumë me njëra tjetrën. Tani më e njohim shumë më mirë njëra tjetrën, ja dim më shumë historitë, kemi kaluar dhe disa gjëra të caktuara bashkë. Dhe ndoshta do reflektohet edhe në podcast kjo pjesa. Kemi kaluar shumë kohë bashkë edhe kemi pas mundësinë domethënë që të hapemi edhe për gjëra shumë personale, edhe domethënë kemi gjetur shumë pikat përbashkëta gjithashtu. Paktën unë tek ty në shumë momente kam kuptuar që jemi duke ecur paralelisht në të njëjtën mënyrë për gjëra që na prekin qoftë për punën, le të themi edhe për shoqërinë, njohje të tjerë të tash, kështu që është gjitha mësimet që mund kemi nxjerr, edhe unë me Joyce jemi të dyja 28 vjeçë. Jemi 28. Po, duhet ta thoja. Më vjen keq vokalidhja me në late 20s. Late 20s dhe pikërisht për të prezantuar edhe pak temën që ne menduam që do ishte e mirë trajtonim sot. Ne dorim të flisnim pak për të 20-tat. Domethënë që momentin e parë që ty hyn në të 20-tat, deri tani që jemi 28 vjeç dhe jemi në fund të 20-tave, le të themi. Dhe të flasim pak për eksperiencat tona, çfarë kemi mësuar, çfarë do donim të kishim ditur në fillim të 20-tave, gjërat që mund të kemi gabim, gjërat që mund të kemi bërë mirë, edhe shikojmë që kanë reflektuar mirë tashmë që jemi në fund të 20-tave dhe frutet që mund të kemi marrë nga vendimet caktuara. Edhe vështirësi gjërat caktuara dhe unë pyeta edhe njerëzit në Instagram për të na thënë disa pika ku do kishin më shumë qejf që ne të fokusoheshim, sepse është një temë shumë e gjerë. Dhe kemi edhe disa gjëra domethënë që mund t'i trajtojmë në bazë të atyre që ju kërkuat. Shumë e vërtet. Fillimet e 20-tave është një moshë shumë e vështirë, sepse ti praktikisht sapo ke dalë nga gjimnazi, je akoma në petkun e familjes, je akoma në atë hijen e shoqërisë edhe njerëzve, pra ti je influencuar nga të tjerët. Dhe mendoj se është një fazë përveç se po del edhe nga puberteti, e kupton, edhe po i futes rrymës së çdo gjëje që po ecën shumë shpejt. Domethënë je gjatë gjithë kohës njerëz që po përpiqen gjejnë veten, të nisin një etapë të re, më kupton, dhe është pak e frikshme edhe. Mendoj se është një temë shumë interesante që ta trajtojmë sepse ka shumë njerëz që do donin të merrnin këshilla nga ata që kanë kaluar këtë fazë. Pra prandaj jemi në moshën perfekte që mund të flasim për eksperiencat e kaluara. Kur unë kam hyrë në të 20-tat, mbaj mend që ka qenë periudha e fakultetit. Domethënë 20 vjeç kam qenë në vit 2, në fundi vitit 2 të fakultetit. Edhe ka qenë një periudhë shumë stresuese për mua, sepse ka qenë ai ankthi i mendimit që do bëjun tani me jetën time, sepse është faza ku ti duhet të krijosh një pavarësi financiare. Dhe mendoj, unë do ta ndaja kështu për shembull të 20-tat e mia. Ka qenë nga mosha 20 deri 23-24 kur unë prioriteti im ka qenë që të bëhem e pavarur financiarisht, edhe të arrit të hy në një rrugë karriere të suksesshme, edhe ky ka qenë ankthi dhe stresi im më i madh që mua më ka marrë si thua 80% të energjisë time, ishte vetëm ajo që unë mendoja, dhe pjesa tjetër ishte shumë më pak e rëndësishme, për shembull marrëdhëniet shoqërore, se marrëdhëniet me partnerin, edhe pse kam qenë në një marrëdhënie aso kohë, kishin një vend dytësor në jetën time. Kështu që mendoj ta nisim aty. Si ka qenë për ty fillimi të 20-tave dhe kjo faza që ti realisht duhet të fillosh të mendosh si një adult edhe të gjesh një punë, të sigurosh të ardhura, të mendosh edhe pak për këtë pjesën që jo thjesht një punë të rëndomt, por që ti duhet të investosh në karrierë. Po flasim për njerëzit që kanë bërë një shkollë, kanë bërë fakultetin dhe me mendjen që do duash të vazhdosh në atë drejtim. Unë kam një rast, domethënë, shumë interesant sepse
Atëherë, unë isha shumë e dyzuar mbas gjimnazit, nga ana e notave dhe mesatares se kisha relativisht të lartë dhe kisha mundësinë që të vazhdoja edhe për administrim biznesi. Dhe isha midis administrim biznesi dhe gazetarisë, që ishin komplet dy drejtime të ndryshme. Edhe unë mora riskun të vazhdoja për gazetari, dola edhe pak kundra le të themi familjes, dhe ishte shumë e frikshme për mua sepse domethënë ke një opsion që supozohet të t'japi shumë të ardhura dhe ti je i pavarur nga ana ekonomike, ke edhe një opsion tjetër që ti je duke ndjekur një pasion dhe një ëndër që unë kam pasur që e vogël që fëmijëri, sepse që në klasë të 3, klasë 4, domethënë gjithmonë lexoja me zë të lartë, edhe kisha këtë elokuencë në komunikim, edhe gjithmonë mësuesit më thonin që lexoje mësimin ose lexoje këtë po themi orën e historisë ç'a bënim ose që çoheshim në kom dhe lexonim ose matematikë nuk ka rëndësi. Edhe më thonin ke elokuencë, e mendon për të ardhmen të bësh gazetare dhe unë e vogël thoya ç'a është kjo, e ke parasysh? Dhe me kalimin e kohës më pëlqenin shumë kamerat, më pëlqente shumë ideja që të punoja para dhe pas kamerave dhe të kisha mundësinë që të shpreha veten time në maksimum. Edhe thash, okay, do ta provoj, dhe isha shumë e frikshme si fillim. E mora përsipër. Se prindër për shembull thoshin që do bëhet diçka tjetër. Jo, nuk është se ishin shumë pro ides, domethënë edhe motra ime kam mbaruar për financë, prindët e mi janë me biznes, më kupton, edhe vi nga një familje që janë shumë të orientuar tek pjesa e biznesit. Edhe tani imagjino të dalë një vajzë që është komplet kundra kësaj gjëje, The outcast. The outcast, the black sheep. Edhe ç'a do bësh ti me gazetarin, sa do jetë rroga jote, domethënë ku doja dalësh, është treg shumë i vështirë dhe është treg i vështirë vërtet. Unë në fillim e kam nisur shkollën edhe mësoja shumë vërtet, se doja dhe kisha një pritshmëri të lartë dhe doja që t'i vërtetoja që shiko, unë mund të jem të paktën me këtë zgjedhje që dhe këtë risë që mora, unë mund të jem më e mira më të mirëve me këtë që po bëj. Dhe vërtet merja nota shumë të mira, por kishte edhe këtë për herë të parë në universitet u përballa me shumë konkurrencë. Ti ke qenë në universitet shtetëror? Në shtetëror, po. Kishte shumë konkurrencë dhe për herë të parë unë isha me njerëz të cilët vinin nga e gjithë Shqipëria. Domethënë sepse unë jam lindur rritur në Tiranë dhe isha mësuar me po themi treg aty afër, treg lokal po flasim. Treg lokal. Ishin të ngushtë, ishin çuna dhe goca që unë një fre që e vogël. Dhe tani unë jam me njerëz që janë nga gjithë Shqipëria dhe nga fshatra, nga qytete të ndryshme dhe kishin shumë zell dhe pasion për t'ia dalë. Mund të shtoj këtu vetëm një gjë që studentët që vinë nga rrethet janë shpesh herë shumë herë më të mirë se sa studentët që vinë nga qytete të mëdha, sepse kanë këtë që thua ti ndjesinë që unë po vi nga rrethet dhe unë duhet të mundohem dhe të punoj akoma më tepër që t'ja dalë, sepse unë dua të kthehem më aty. Nuk dua të kthehem dhe dua ta bëj jetën time ta nis nga fillimi këtu dhe merr përsipër një risk shumë të madh. Dhe unë përpoqja që gjatë atyre viteve mos ta ndjeja këtë konkurrencën dhe thjesht fokusohesha tek ajo që unë doja të bëja, pra mos u ndikohesha nga të tjerët rreth meje, sepse e dija që they could get to me dhe unë do e lejoja që të më ulte poshtë kjo gjë dhe do e humbja fokusin tim. Pa çka se kam pas shumë drama, kam kaluar shumë vështirësi, njerëz janë përpjekur të më bëjnë sabotazh në shkollë. Ke pasur marrëdhënie të mirë me studentët e tjerë? Kam patur, isha njëri social si natyrë, se gjithmonë merrja pjesë në aktivitete, domethënë kisha marrëdhënie të mirë dhe me pedagogët deri diku, edhe përpiqesha që si ti isha një njeri social allegro, domethënë funny, bëja humor, shaka etj me radhë. Por me kalimin e kohës, domethënë vinte momenti që ata që ishin të zgjuar dhe dalloheshin nga pjesa tjetër, do përballeshin me vështirësi të tjera sepse do përpiqeshin njerëzit që si t'i ulnin dhe kam pas edhe momente që janë krijuar drama, thashë theme etj me radhë, por mendoj se ja kam dalë me sukses. Edhe në vit të dytë të bachelorit më bën kast për në punë dhe u futa te televizioni Klan. Dhe domethënë ishte një eksperiencë që mua më ka rritur shumë, edhe unë para dite isha në shkollë dhe mbas dite isha në punë. Ndodhi rastësisht që të bën kast apo ti e kërkove disi? Jo, ndodhi rastësisht. Unë isha bashkë me disa studentë të tjerë, domethënë nga viti im ishin 3 dhe nga vitet e tjera ishin 3, pra 3 të çdo viti, diku tek 9 persona. U morën dhe nisën internship. Unë nisa internship tek Klani dhe isha tek lajmet, domethënë tek Klan Newsi. Edhe atëherë kjo gjë u bë dramë e madhe sepse ishim pse u zgjodhëm këta, pse u zgjodhëm neve. A ishte ky teoria që se kanë fut në mik? Po, ishte edhe kjo pjesa e mikut, por sinqerisht nuk kam pas asnjë lloj miku sepse siç e thash familja ime është komplet profil tjetër dhe nuk kanë lidhje me atë që u kam zgjedhur. Dhe përveç kësaj, thjesht mendoj se
ata zgjodhën në varësi të profilit. Unë isha social kulturor dhe isha shumë e profilizuar tek aktivitetet, gjërat sociale, kultura, muzika, arti, etj me radhë. Kishte të tjerë që ishin në profil ekonomik, financë, Okej, dhe sport. s'bënte sens. Po, që të futesh secili në ishte në atë. profilin e tij dhe këshilla ime, domethënë për të rinj që janë në këtë moshë, është që ata të gjejnë pasionin e tyre ose diçka që e bëjnë me shumë zell dhe që i vjen shumë natyrshëm. Okej, këtu kam një ndërhyrje, se po e diskutonim dhe një ditë më përpara këtë pjesën. Dhe të thash që kam një ndërhyrje tek ky argumenti, sepse unë e kuptoj këtë që ti thua dhe jam shumë dakord. Por nuk mund të ignoroj faktin që aty jashtë ka shumë njerëz që jo se ndoshta nuk kanë pasion për diçka, por nuk evidentojnë dot, e kanë shumë të vështirë ta evidentojnë ku ata kanë një prirje ose ku ata kanë një pasion. Ka shumë njerëz aty jashtë që thonë unë nuk kam asnjë talent. Dhe nëse unë nuk kam asnjë talent, të tipit unë nuk jam elokuente, unë nuk kam prirje për lëndët shkencore, unë nuk kam prirje për shkollën në përgjithësi. Domethënë unë nuk e gjej veten në asnjë nga këto fushat, edhe futen në një rreth vicioz që duket vetja pak kështu si njerëz kot. Domethënë unë nuk di çfarë të bëj me jetën time sepse realisht nuk kam diçka që të jetë aq e evidentueshme që unë të them po, unë mund të vazhdoj këtë gjë. Çfarë mund t'i thoje këtyre njerëzve? Sinqerisht për këta njerëz, unë mendoj se duhet provojmë pak nga të gjitha. Në momentin që ti nuk e di ende se ku je i Zoti, mendoj se duhet të investosh nga pak në fusha të ndryshme dhe të shohësh se cila nga këto fusha po të kthen ty investimin që ti po bën. Sepse ndonjëherë është dhe fat. Dhe duhet besosh. Shpesh herë është fat. Po, domethënë ti duhet besosh tek kjo gjë. Domethënë ti nëse investon pak në po themi profil arti ose kulture, që të përdorësh anën tënde kreative. Investon pak në një profil që mund të jetë një punë, le të themi e thjeshtë, mund të jetë punë krahu, nuk ka rëndësi, domethënë qoftë part-time, që të marrësh mbrapa një domethënë aset ekonomik ta kesh të përmuajshëm. Qoftë investon pak edhe tek kjo që mund të bëjmë ne, pjesa kontentit, sepse është marketing që ti po e bën vetes tënde. Ti po reklamon veten tënde dhe ti mund të sjellësh mbrapsht energjinë e duhur ose njerëz që janë të gatshëm të bashkëpunojnë me ty. Dhe ti investon pak nga të gjitha. Në momentin që ti e shef që nuk po të ecën në një profil shumë mirë, jepi pak kohë, jepi pak fat, asaj gjëje, beso te vetja jote, investo te vetja jote dhe mendoj se do të kthehet. Unë domethënë kam një shprehje që është pak klishe, por është e krahasoj me farën, domethënë me një bim që ti nëse e hedh farën tani, sa më shpejt ta hedhësh, aq më mirë është për ty, sepse nëse ti aq më shumë kohë do të japësh që të rritet dhe do të kthehet, po ti duhet ta hedhësh farën. Do ta vendosësh në rrënjë, domethënë në soil, në dhe, do t'i hedhësh pak ujë, do t'i japësh kohë, do të sigurohesh që anash farës mos të kesh bim të tjera që mund ta ndotin, dhe mund të jepin krimba. Që njerëzit toksikë që mund të jeni rreth e rrotull. Po duhet ta bësh, sepse nëse e bën më herët, do ta kesh më të ditur se ti paktën do ta dish që paktën e provova, edhe e di që kjo gjë mund më sjellni mirë, më sjellni keq, po paktën do ta dish. Nuk do të ngelet një pikë pyetje. Okej, po për njerëzit që mund të kenë një prirje pak më artistike, dhe këtu dua të flasim pak në kushtet reale ku ne jetojmë. Dhe ne jetojmë në Shqipëri. Gjë që e dim që në Shqipëri profesione të ndryshme kanë disa avantazhe të ndryshme. Domethënë nëse ti ke një talent shumë të theksuar në art, dhe këtu do flasim piktur, aktrim, këndim, whatever, çdo gjë që ka të bëjë me pjesën artistike, ku Shqipëria jonë e dashur fatkeqësisht nuk është shumë e zhvilluar, edhe e dim se si funksionon, dhe është ajo shpreha që thonë që po çfarë do bësh ti piktor, do ngelesh pa bukë, domethënë se në fund ditës nuk ka lek si gjë. Edhe njeriu pavarësisht se mund të ketë pasionin, kur vjen fundi muajit duhet paguaj ato faturat, edhe pasioni të mban sa të mban, por nuk arrin dot që t'ja dalësh. Çfarë do sugjeroje në këtë rast? Kur një person ka një prirje drejt një profesioni ose drejt një fushë që në vendin e vet nuk ta jep mundësinë që ti të zhvillosh dhe ta shprehësh veten dhe ndoshta të marrësh fiks atë feedback që duhet marrësh për potencialin që ke. Duhet në një farë mënyre ta bëj të funksionoj, apo thjesht duhet të devijojnë komplet nga ajo dhe të zgjedhin një rrugë pak më praktike? Unë jam njëri praktik.
si natyrë. Domethënë jam përpjekur t'i bëj të dyja, që është më vështirë, por në situatën kur personi nuk e ka shumë mundësinë ekonomike dhe suportin e dur që mund të ketë qoftë nga familja apo kushdo, dhe është vështirë, normalisht fillimisht duhet fokusohet tek pjesa si t'ja dal nga ana ekonomike që të paguaj faturat, qeranët, çdo lloj gjëje tjetër. Dhe pjesën e pasionit ta ketë anash, të lërë sikur paktën 2 orë nga dita e tij, që ta ketë t'japi ushqim asaj gjë mos a lërë që të vdes, më thojnë za. Dhe eventualisht me kalimin e kohës, teksa vitet kalojnë, ti normalisht duhet të kursesh. Domethënë, këshilla ime më e madhe për një person 20 vjeç është lutem hap një llogari bankare kursimi. Domethënë, të lutem, nisi sa më herët, mundësisht 18 vjeç ose 19 kur e ke mundësinë dhe sikur 100.000 lekë, po flas troç. 100.000 lekë të hedhësh çdo 2 muaj, ti jemi realist, nuk mund ta hedhësh çdo muaj. Po, prandaj po them po. Po, ti jemi realist. Lëri të kursen, ti ndërkohë je duke punuar, je duke bërë një punë, le të themi që të mos të zhvas komplet nga ana emocionale dhe mos të bëj burnout, mos të digjesh, sepse je akoma i ri, rinin edhe shijoja normalisht, je duke punuar, je duke kursyer, lekët në këtë rast akumulohen sepse ti prandaj e ke llogarinë e kursimit dhe ndërkohë je duke u marrë dhe me pasionin tënd, je duke u marrë me diçka që ty të mban gjallë dhe teksa ajo gjë akumulohet, ti vazhdon merresh me pasionin, përdor rrjetet sociale, përdor çdo gjë që është falas, në thonjë za, që ti mund të ndihmoj sepse ti nuk e di kur do jetë momenti yt që ti mund të jesh bësh i famshëm ose bësh i suksesshëm. Domethënë, është vetëm një moment, mund të jetë 15 vjeç, mund të jetë 20, mund të jetë 30, mund të jetë 42, nuk ka rëndësi. Por mund të vijë ai moment dhe you just have to keep going, duhet vazhdosh ta bësh këtë gjë. Ndërkohë ke edhe këtë planin backup, sepse ti je duke punuar, je duke marrë kursimet e tua dhe praktikisht je edhe praktik, por je edhe duke mbajtur shpirtin gjallë. Do thoje që këshilla më e madhe që do t'i jepje për shembull njerëzve që hyjnë në të 20-tat është kjo që kurseni diçka. Po, domethënë kjo është, domethënë sepse do vi një moment në të ardhmen që ti je i lodhur. Domethënë ke kaluar punë të ndryshme, ke pas të rutinën e punës 9-5, 9-6, ke punuar dhe fundjavave, domethënë je zauruar nga ana kreative, do vi ai moment fatkeqësisht. Dhe vjen më shpejt se që mendoni. Do vi dhe kur të vi, ti të jesh i përgatitur që ke disa kursime që nuk je në mes të rrugëve, më kupton? Edhe nëse nuk ke suportin, siç e tham, nga ana familjes, domethënë do vi ai moment. Fatkeqësisht në Shqipëri është më vështirë. Unë tek podcasti kaluar, prandaj e kam promovuar pak të punën sezonale, sepse të jep një plus në ana ekonomike, shumë njerëz e bëjnë punën sezonale, mund ta bësh kudo, Greqi, Itali, Gjermani, Amerikë, nuk ka rëndësi, të jep një plus nga ana ekonomike që ti të marrësh pak frymë, domethënë. Nëse ke mundësinë, okay, nëse se ke mundësinë mos e bëj, dhe ti kesh më njanë këto kursime në mënyrë që ti kur të vi ky momenti i djegjes, ti je i përgatitur pak për atë gjë dhe ti mund marrësh edhe një risk. Pastaj. Po, ti ke luksin t'i japësh vetes tënde pak kohë që të kuptosh, të reflektosh dhe të marrësh një drejtim pak më konkret dhe deciziv për jetën tënde. Prandaj do doja sepse kjo është një nga unë pata fatin sepse unë 20-21 vajta dhe bëra punë sezonale dhe më dha pak që të merja frym nga ana ekonomike, po ka shumë njerëz që thonë drejshin ta kisha bërë dhe unë më përpara. Prandaj do doja t'ja jepja si këshill të rinjve, sepse domethënë ne themi kalojmë për shembull 18 me 24 themi do dal, do bëj party, do pi, do bëj qef se jam i ri, nuk jo do të vi, do shkosh 28, do thosh ç'a bëra. Është recetë dështimi kjo, domethënë që të mendosh këtë gjë që për shembull këshilla ime do ishte vetëm këtë mendim mos keni që kam kohë. S'ka gjë. Besom. Ja, prit marrë dhe fakultetin. Ka shumë njerëz që i fusin dhe një master dhe i fusin një master thjesht për të pasur në mendjen tyre atë mentalitetin që jam akoma në shkollë dhe un kam kohë. Po, fiks. Se duan ta zgjasin këtë, ta romanticizojnë këtë idenë që un kam liri dhe un mund të bëj çfarë të dua. Po liria nuk të paguan faturat. Dhe përgjegjësitë janë të frikshme. Domethënë është e frikshme që ti të mendosh që do kalosh në jetën e të qenurit një adult. Pikërisht. Dhe jo të gjithë për shembull e kanë atë, ku diun, atë drive-in e frikshëm. Unë për shembull kam pasur të kundërtën, unë kam pasur një dëshirë të çmendur që të vinte sa më herët ai momenti që unë të bëhesha e pavarur. Domethënë unë nëse do kisha
pas mundësi, unë kam fillu punën që kur kam qenë në shkollë, pa e mbaruar fakultetin, dhe kjo ka qenë thjesht sepse unë isha kisha një dëshirë shumë të madhe që të mos prisja deri në atë momentin që do mbaroja shkollën, se kisha shumë frikë, thoja, ose do mbaroj shkollën, por pastaj ç'do ndodh me mua. Duke ishte fundi botës, nëse unë nuk do kisha një plan rezerv që ta kisha aty edhe të vazhdoja. Domethënë ajo është mosha, është vetë mosha, se prandaj tha edhe Joyce atë që më vonë vjen një moment burnouti që ti do pak pushim dhe do pak të stepesh. Po në atë moshë ti ke një lloj tjetër energjie, ke një lloj tjetër dëshire, ke drive tjetër, ti në atë moshë dhe nuk do ta kesh më kurrë, domethënë. E ke në atë moshë. Na vjen keq. Dhe prandaj them shfrytëzojeni, këshilla ime më e madhe ja them Sandrës çdo ditë, mos e vrit kohën tënde kot. Domethënë mos e harxho kohën tënde kot. Sepse është një kohë që ty nuk të vjen më, është një energji që ti nuk do ta kesh më. Unë mbaj mend kur kam qenë 20 vjeç, 21, 22, mund të rrija 3 net pa gjumë, edhe isha funksionale në 100% tim. Është një energji që nuk e di nga ana shkencore si buron, nga vjen dhe pse, por që sinqerisht është një energji që nuk të vjen më. Shfrytëzoni në maksimum për çdo gjë, çdo projekt kreativ, or edhe sikur mos fitoni në një lek nga ajo gjëja. Ti krijon njofje. E disa projekte kreative kam marrën përsipër, nuk kam thënë jo për asnjë lloj gjëje. Më thonin do vish te kjo reklama, do vi, do ta bëjmë këtë intervistën, do ta bëjmë. Do të shkojmë te ky eventi, po marrë shkojmë te ky eventi. Ashtu i kam njohur njerëzit, i merja kontakte të çdo personi që kam njohur, telefonin tim i them me shaka njerëzve, nëse më vidhni telefonin më jepni numrat e kontaktit. Sepse nuk më intereson për asnjë gjë tjetër. Më duan ato numra sepse janë sinqerisht është gjithë puna ime është akumuluar ndër vite. Këto kontakte që networku është shumë i rëndësishëm. Pikërisht. Edhe domethënë ideja është ta shfrytëzosh rinin, që edhe njerëzit të inspirohen nga ty, ti të inspirohesh nga të tjerë, të marrësh gjithkohës në rotacion kreativ, je duke prodhuar. Sa më shumë të prodhosh në majën e kreativitetit tënd, aq më shumë do marrësh mbrapsht. Dhe kjo është një gjë që do doja shumë ta dija edhe unë. Po, fiks, të doja të dilja. Do të thonë, unë kam pas instiktin që kjo është mosha që në mua nuk do më vi kurrë, dhe unë realisht kam punuar shumë fort gjatë atyre viteve. Siç thash, domethënë ka qenë një moshë që unë kam qenë shumë e fokusuar drejt karrierës, edhe kam pas fatin, realisht mendoj që nuk është se thjesht ka qenë fat, unë kam manifestuar shumë, dhe unë përgjithësi manifestoj shumë gjërat e mia në jetë, dhe kam një teori time që nëse ti vërtet e do diçka aq shumë, nuk ka se si të ndodhi ndryshe, you're gonna get it, domethënë do ndodhi ajo gjëja. Mbasës do ndodhi fiks momentin që ti po e kërkon, mbasës do ndodhi fiks ashtu siç ti po e kërkon, po një mundësi në 1% të caktuar ty do të jepet, dhe pastaj të mbetet ty që ta kapësh mundësinë ta menaxhosh, ta sjellësh aty në ujërat e tua aty si ti ke dëshirë, domethënë që ta trajtosh, por që është shumë e rëndësishme që në atë moshë, siç the edhe ti, të prodhosh gjatë gjithë kohës. Thjesht bëj gjëra, mos rri kot. Çdo gjë, random stuff, gjëra më pa lidhje që ti nuk ja shef dot në perspektivën e largët atë frutin që do t'japin, ti nuk e imagjinon dot se kur do të duhet ajo gjëja. Do thënë gjërat funksionojnë, lidhen në një mënyrë të çuditshme dhe bëhen bashkë në një moment caktuar tjetër, dhe ndonjëherë duket të çuditshme se thua u gjenda në momentin e duhur, në vendin e duhur me njerëzit e duhur. Por jo, nuk është se u gjende, është një punë që ka ndodhur, në prapaskena gjëra zgjidhje të vogla që ti ke marrë gjatë jetës tënde, që ty të kanë sjellë aty ku të kanë sjellë. Dhe kjo është shumë gjë e mirë, domethënë duhet ta shfrytëzosh. Edhe unë si Gjesi jam njëri, le të themi, spiritual dhe manifestues, edhe unë besoj që disa ide që ne i kemi në kokë, që ti nuk i kupton pse, nuk i ke kot, nuk i ke pa arsye. Dhe më thënë, ajo ide që të ka ardhur mbase në ëndra, të ka ardhur edhe thjesht me empati, me pasion, të vjen nga hiçi. Bravo. Nuk e ke kot. E ke për një arsye dhe duhet ta ndjekësh. Ore nuk ka rëndësi, do të hapësh biznes, hape, ka një arsye pse po të orienton truri jot në atë gjë. Duhet jemi pak deluzional në këtë aspekt, sepse kështu mund ta nisësh, se duhet ta nisësh nga diçka. Është shumë e frikshme dhe e di që kemi frikë nga dështimi, që është një pjesë tjetër e temës që do flasim, frika nga dështimi, por duhet ta nisësh sepse nuk e ke kot për një arsye. Dhe e di çfarë është pjesa e dështimit që njerëzit kanë frikë nga konkurenca, kanë frikë nga fakti që çfarë ti do të bësh e kanë bërë shumë të tjerë para teje. Po.
Sot është shumë e vështirë që të jesh le të Sot është themi shumë koherente autentik, kjo, po. sepse çdo gjë e ka menduar dikush tjetër para po, teje. e ka menduar sepse jemi 2025, unë vjen 2026, a kemi pas 2026 vite kohë, që ajo gjëja të bëhej dhe mund të jetë bërë në forma të ndryshme, po pikërisht ti duhet të eksperimentosh me këtë gjë sepse mbase ajo ideja jote është një konvështrim totalisht ndryshe dhe tjetër dhe i freskët, rinor, nuk ka rëndësi, që për ty më të jetë shumë e suksesshme. Punë e madhe se kanë për tjerët para teje. Edhe ti ke kreativitetin tënd, ti ke mënyrën tënde, mbase është e njëjta ide, po mënyra se ti e shpreh dhe pikët që domethënë faktorët që ti përdor janë në benefitin tënd dhe ti mund ta bësh shumë suksesshëm. Po, dhe ndonjëherë është çështje fati, ka pas njerëz që kanë bërë nuk kanë sjell asnjë inovacion. Kanë bërë një gjë që mund ta kenë bërë gjithë të tjerët. U ka funksionuar, ka qenë momenti ose mënyra se si ata kanë ardhur te njerëzit. Ka marrë risje përsipër. Realisht ka funksionuar. Dhe rasti tjetër është dhe nëse nuk funksionon, dhe nëse dështon, për shembull hap një biznes, i investova ato lekët edhe nuk funksionoi, unë besoj shumë që ajo mund të duket të përgatitur për një moment tjetër, për një mundësi tjetër më të madhe që ty do të vi. Edhe mos ta idealizojmë, ka raste plot që njerëzit të investojnë edhe dështojnë edhe nuk u vjen më asnjë mundësie. Ka raste që të vinë mundësitë dhe ti nuk di ti kapësh, nuk di ti shfrytëzosh. Prandaj ndonjëherë thonë është më mirë të dish se sa të kesh, sepse është shumë e rëndësishme dhe networku dhe puna që ti bën me kapacitetin tënd mendor, por nuk mund marrim këtë rast, nuk mund të themi okay, ky dështoi, iku jeta për lesh edhe tani edhe unë nuk e bëj këtë gjë se kam frikë, sepse you never know, ti mund të jesh diferenca. Po, pikërisht. Unë tani për shembull jam një stad që kam punuar për shumë vitesh dhe jam gati që të nis një biznes timin. Domethënë jam duke përpjekur të investoj tek ajo gjëja, kam disa muaj që po merrem me këtë gjë, inshallah mes mbar, po edhe këtë më vjen shumë frikë dhe kam shumë pasiguri për këtë gjë, por nga ana tjetër po ecja një ditë, po gjeja muzikë, po shkoja për shtëpi edhe po thoja me veten time. Okej. Le të shfrytëtojmë opsionet që kemi. Nëse unë dështoj, cilat janë domethënë rezultatet? Një do them pse se provova. Po, pse se provova më përpara? Dështova, po pse se provova më përpara? Nëse unë ja dal me sukses, do them pse se provova më përpara. Do them njëjtën gjë. Ose dështova, ose ja dola me sukses, prap do them pse se provova më përpara, sepse either way, të dyja rastet është një fitim, se ti mëson diçka, krijon një eksperiencë për atë gjë. Nëse nuk ecën, do ndryshosh drejtimin, do bësh diçka tjetër. Nëse ecën, suksese ja dole. E di që ka njerëz për shembull që kanë nisur një biznes, u ka dështuar, ka marrë mësimet që çfarë nuk bën mirë, e ka rinisur biznesin, po një biznes edhe ka pasur sukses. Patjetër, kjo ndodh shumë shpesh. Prandaj është rebrandimi, prandaj njerëzit bëjnë shkollë për këtë gjë, marketing ose business management, domethënë është mënyrë që kapitalizmi fiton mbi këtë gjë. Patjetër ti mund të ndryshosh spektrin e gjithë kohës, ke mënyra të ndryshme që mund të përfitosh nga kjo situatë. Prandaj unë jam shumë optimiste kur vjen puna tek marrja përsipër e riskeve. Jam gjithmonë një fanse e ndryshimit. Do i thoje njerëzve që janë domethënë në fillimet e të 20-tave të qëndronin në Shqipëri? Po. Por do t'i thoja që nëse kanë mundësinë të bëjnë atë punën sezonale siç thash, po për t'u rikthyer sërish në Shqipëri, sepse domethënë unë vazhdoj të jem fanse që Shqipëria ka shumë oportunitete nëse ti do t'jesh shumë i fortë edhe ti marrësh përsipër ato risje. Po duhet ta kesh një farë suporti, mendoj se duhet besosh tek vetja, duhet besosh tek të tjerë, duhet të pranosh ndihmën e të tjerëve. Në momentin që ti je njëri më solo, më individualist, dhe nuk është se pranon shumë ndihmë, mendoj se është më mirë të largohesh nga Shqipëria, sepse ti je gati të marrësh përsipër risje vetëm. E di sa e vërtetë është kjo që thua unë, tani që e kuptoj me veten time, Shqipëria është një vend që mund të kesh sukses vetëm nga network, duke bërë networking. Kurse jashtë, nga që ka shumë oportunitete dhe ti mund ta gjesh veten në shumë spektra të ndryshme, ka vend shumë edhe për njerëzit individualist, sepse të jemi të sinqert, ka disa njerëz që nuk funksionojnë dot në grup.
Jo. Ka njerëz që janë introvert. Nuk mund të flasim tani për çdo njeri dhe të themi, go do social media dhe ti shfaqe veten tënde për atë që ti bën në një farë mënyre, reklamoje veten etj. Ka njerëz që nuk arrin dot të bëjnë një diskutim social në grup sepse nuk munden. Jo se nuk duan, por nuk e kanë atë për arsye të ndryshme. Dhe tani ne këtyre nuk mund të rrim këtu shumë bukur dhe ti themi, ti shko tani njiu me këtë, njiu me atë, krijo shoqëri, krijo miqësi sepse nuk e kanë atë gjë brenda vetes tyre dhe i krijon edhe stres. Un kam pjesën më të madhe shoqërisë time që kanë ikur jashtë shtetit. Një faktor tjetër për ata që i largohen është sepse duan të jenë më vetvetja edhe mendojnë se nuk e shprehin dot realitetin e tyre brenda mureve të mentalitetit shqiptar. E thash më bukur këtë, më fal. Në një moment më godi, e harroj. Më vin vet nesër. Se dola kështu tash mos dal snob, po çik, ka çik virgjëres. Makrep ascendent. Në gjë tjetër për veten do thosh, do një 5 minutë flasim për veten tënde? Jo, se nuk dua të humb fillin. Pra, ti në momentin që nuk mund të shprehesh autenticitetin tënd me stil, me dashurinë që ti jep, se për shembull ka shumë njerëz që janë queer, që janë LGBTQ+, kanë një orientim seksual, nuk jetojnë dot në Shqipëri, domethënë nuk është një vend, nuk jemi akoma në atë lloj stadi mentalitetit të zhvillimit që të mund të jenë 100% vetvetja, por jo vetëm, ka dhe njerëz që mund të zgjedhin disa opsione pune që janë pak risk, për shembull fashion design ose për shembull gjëra që akoma nuk janë zhvilluar shumë. Për këtë që po flisim çfarë. Po, patjetër që do i sugjeroja që të largohesh nga Shqipëria sepse edhe talent scouting në vendet e tjera është më zhvilluar se sa këtu. Modelingu, aktrimi, muzika ndonjëherë, këto fushat që janë anët më kreative, ka shumë që zgjedhin që të ikin jashtë shtetit sepse i ofrohen dhe mbas mundësi më të mira ekonomike. Patjetër që do i suportoj gjithmonë këtë gjë. Por varet, domethënë ti prandaj përpiqesh në këto vite të kuptosh veten tënde. Është shumë e rëndësishme që të ulesh me veten, mos të marrë rrjedha e rrymës, e shoqërisë, apo të marrin domethënë trendet që ndodhin rreth teje, por është e rëndësishme të ulesh dhe të kuptosh, ore, kush jam unë, çfarë më pëlqen, çfarë nuk më pëlqen, çfarë do doja të eksperimentoja, të ndryshoja etj me radhë. Për shembull, çfarë do t'i thoje ti Joyce-it 20 vjeç tani? Do t'i thoja që të punonte shumë me vetbesimin. Domethënë do t'i thoja që të kishte më shumë besim te vetja, të lejonte të gabonte, të gaboja më shumë, mos kisha e shumë frikë nga dështimi, po. Dhe do t'i thoja që mbase të merresha më shumë me veten time, mos investoja e shumë tek njerëzit e tjerë, kam investuar shumë në shoqëri të ndryshme që deri diku dhe jam djegur dhe mendoj se ata kanë marrë nga unë dhe më kanë përdorur sepse unë i kam lejuar, patjetër, por kanë marrë nga inspirimi im edhe unë boshatisesha pastaj dhe kjo është diçka domethënë që e kthej kokën mbrapa. Kur them shoqëri them edhe normalisht në njofje, nuk kuptohet kjo gjë. Dhe çdo gjë mendoj se kthehet tek pjesa e investimit tek vetja dhe vetbesimit, sepse normalisht nëse do të investoja më shumë me vetbesimin tim, me aftësitë e mia, normalisht do kisha standarde më të larta patjetër dhe do kisha një jetë komplet tjetër. Por unë nuk i kthem dot pas kaluarës, mendoj se kam bërë maksimumin për aq sa mundsi kisha dhe tani jam në një stad që më në fund mund shijoj frytet e punës time. Unë vetes time 20 vjeç do t'i thoja të isha pak më sociale. Të kuptoja pak më herët rëndësinë e networking që po diskutonim. Unë në atë moshë kam qenë pak snobe si natyrë. Domethënë, isha në atë fuskën time që ta bënte pak profesioni, unë kam qenë në një profesion e kam thënë të dominuar nga meshkujt edhe fokusi kryesor ishte që unë të isha shumë e mirë dhe fokusi ku unë kam gabuar ka qenë që unë kam investuar te pjesa e dijeve që okay, është shumë gjë e mirë që ti ta bësh këtë gjë, po kam harruar që ka dhe një anë sociale që e shoqëron këtë gjë. Më thënë, ti mund të jesh shumë i mirë, por nëse ti nuk di ta shesësh imazhin tënd ose ta reklamosh ose të bësh njohjet e duhura dhe connectionat e duhur me njerëzit e duhur, do ngelesh një potencial i pa arritur. Domethënë,
ti nuk do marrësh ndihmën e duhur nga njerëzit e duhur, sepse ti nuk i ke lejuar që të krijohen këto lloj raportesh. Dhe unë me atë snobizmin tim që jo, unë jam më mirë se kaq, do bëj vetëm, do ja rri gjërat vetëm, nuk kam nevojë, pse do t'i jap unë mundësi ose kohë këtyre njerëzve që të shoqërohen me mua. Domethënë kisha këtë lloj gjëje, kisha një farë snobizmi, po e them domethënë sepse nuk është gjë e mirë për tu pasur. Tani kur e kthej kokën pas them, pse drejshin e ke pasur këtë gjë, s'e kuptoj. Por që e kisha këtë lloj ndjesie, isha shumë e mbyllur në atë rrethin tim me kolegët e mi, edhe nuk shihja përtej asaj. Dhe gjëja tjetër, domethënë që lidhet me këtë, do ishte që të kisha filluar të merresha me rrjetet sociale ose me këtë pjesën, këtë dëshirën që unë kam, sepse unë e kam pasur gjithmonë. Kam qenë një person që ka dy anë, është një dualitet i lezetshëm që ndodh në karakterin tim. Kam këtë anën time spirituale, emocionale, talkative, që flas, tregoj, diskutoj. Kam dhe anën time që është shumë e drejtuar në aspektin akademik, që kam shumë qef që të jem në një pozicion shumë të mirë, shumë të arrirë, por që ka të bëj komplet me një fushë shumë kështu strikte. Domethënë është kjo pjesa e të qenurit një profesionist shumë i mirë. Dhe do doja të kisha kuptuar më herët që unë mund t'i ndërthur këto të dyja. Dhe mund t'i bëj të dyja sepse realisht i kam të dyja shumë intensive në karakterin tim dhe është diçka që ndoshta qëllimi im është të balancoj këto dy anët e mia dhe ta shfaq në një mënyrë që të tjerët mund ta kuptojnë edhe unë të ndihem e kuptuar, sepse për mua pas ka qenë shumë e rëndësishme që unë të dëgjohem dhe të kuptohem nga të tjerët, e kupton? Shumë e vërtet, sepse prandaj ti kupton pikat e tua të forta nga pak, sepse ka shumë njerëz që mbasën nuk mund të shprehen dot aq mirë për arsyet e veta dhe gjejnë veten tek ato që ti thua. Dhe prandaj edhe një podcast i tillë është shumë i rëndësishëm sepse njerëzit të dëgjojnë edhe kanë nevojë, është një formë terapie, po ta mendosh, sepse you can relate, ti mund ta gjesh veten tek çfarë po thot tjetri, mund të inspirohesh, mund nisësh diçka vet pastaj, edhe ti duke kuptuar pikën tënde më të fortë, duke nisur më herët të gjë që sapo ti the, ti bëhesh një burim inspirimi për të tjerët. Po unë do doja shumë, jo, do doja shumë që vërtet që njerëz që janë në fillim të 20-tave ta gjenin më herët, ke shumë kohë për të bërë gjërat, ëh. Një temë tjetër që ne e kemi folur pak në kafe bashk, më fal, në brunch. Në kafe, do në kafe. Okej. Është sot brezi jon, ndryshe nga brezi i prindërve tan, brezi jon ka shumë informacione. Ka shumë akses në informacioneve online. Dhe kjo gjë jep frikë atyre, sepse ata mundohen që të analizojnë çdo detaj të mundshëm për të parë çdo outcome të mundshëm, çdo rezultat të mundshëm. Çdo skenar. Po, çdo skenar. Dhe këto gjëra, domethënë i analizojnë dhe thonë, "Ok, diçka s'po e marr fare përsipër se unë i analizova të gjitha skenaret." Edhe mbi ngarkohesh nga informacioni, domethënë you get overwhelmed, overstimulated, stimulohesh shumë, domethënë dhe është nuk është faji juaj miq, s'keni faji ju, është faji i internetit. Besom, një ka studime për këtë, që literalisht truri jon, nga që je gjithë kohës duke marrë informacione që janë shumë të shpejta dhe janë 3 sekonda, është rregulli 3 sekondë që ty të humb vëmendja, mbas 3 sekondë që dhe merr informacion tjetër, ti stimulohesh shumë dhe truri mbi ngarkohet. Kem pasur atë momenti që thua, po e lë fare, do të thënë edhe telefonin se u bë too much. Pikërisht. Dhe neve kemi frikë nga kjo gjë, të marrim rrisje përsipër. Brezi i prindërve tan nuk e kam pas këtë brezin e internetit siç e kemi neve, nuk kam pas TikTok e gjëra tjera, siç po podcastin siç po e shohim ne tani. Ju tani, se ne s'po shohim gjë. Edhe po do shohim dhe ne pastaj. Dhe ata kanë marrë më shumë rrisje për këtë, sepse kanë pas atë vetbesimin e budallait, në thonjza. Jo budalla, sepse thjesht kanë pas më pak informacione dhe thjesht kanë marrë përsipër, bëje vlla, dali ku tu dali. Edhe kjo është një gjë që, domethënë, un kam pak xhelozin, thonjza për brezin e prindërve tim, domethënë sepse kanë marrë përsipër rrisje që edhe unë do doja t'i kisha marrë përsipër, po është kjo frika që është shumë e vërtet. Po sepse ata kanë qenë në survival mode dhe nuk është se kanë pasur, më thënë, kur je në survival mode, më thënë në një modalitet që ti duhet të ndërmarrësh një veprim se s'bën, se për ndryshe s'ke qa bën. Po. Ke tendencën që të veprosh direkt, mos i mendosh shumë gjëra. Dhe kjo është një nga, për shembull, do të pyesja edhe ty. Një pattern, nuk e di si ta them pattern. Një
kryqëzim, udhëzim, një nuk e di, pattern, një seri instruksion, nuk e di, një pattern, një shëndetshëm që unë do i këshilloja njerëzve të përvetësonin në të 20-ta, 30-ta, 40-ta, kur do që jeni, po nëse e përvetëson që në të 20-ta është një bonus për juve, është të kontrolloni pak mendimet, edhe në vend që të rini të mendoni shumë diçka, është një rregull i 5 sekondshit. Ti numëron deri në 5 me veten tënde, që ta mbash trurin të zënë duke bërë këtë veprimin, dhe instruksioni që ti i jep trurit është thjesht ç'u bëje. Zëm keti për të shkuar, ke për të bërë një detyrë në shkollë, edhe po përton, e ke zgjat. Thjesht numëro deri në 5 edhe ç'u bëje. Merr instruksion, është si kompjuteri që e fushës time, që ti duhet japësh instruksione shumë të vogla njëra pas tjetrës që ai ti ekzekutoj, edhe trurin kështu duhet ta trajtojmë në disa momente. Ndaje punën që ke për të bërë në instruksione shumë të vogla, edhe numëro deri në 5, edhe fillo të bësh atë instruksionin e parë, ekzekutoje. Mbaron atë, vazhdo tjetrën, sepse një nga gjërat më të këqija që ne kemi, mendoj si gjenerat, është që we procrastinate a lot. Po, e shtym kohën. I shtym gjëra. Sot për e bëj nesër. nesër, e bëj pas nesër. Dhe ajo gjëja Ose mas javës, si ngel podcast. aty. Po, edhe madje njerëzit dhe idealizojnë dhe thonë që jam fiks në panikun e duhur për të nisur detyrën time. Po, e ke çu deri një ditë përpara. Deri në ekstrem, domethënë pastaj nuk mban më. Jo, nuk është ideja ti shtysh, është ideja që ti bësh gjërat në momentin që ti je më i zellshëm, më energjik, më i inspiruar dhe më në ato euforinë e momentit që ti bësh gjërat. Po duhet të kuptosh që ne jetojmë në një moment që shumë njerëz nuk janë të zellshëm më. Mua më vjen shumë shpesh njerëz që të rinj që thonë nuk kam dëshirë të bëj asgjë. Ja, ju a them unë zgjidhja. Për tani. Hyni në palesë. Të do thosh. Jo, okay, po ashtu është, por do ta zgjeroj pak më tepër. Duhet jemi më të qëndërzuar me anën fizike. E thash pak më lezetshme, okay. Sepse kemi nevojë, nuk është detyrimisht palestra zgjidhja, po mjafton që ti jesh me aktivitet fizik. Pra, në momentin që ti e ka vëndën në këtë seksi. Praktikisht po tashi jo se aty futen gjëra të tjera, pastaj se janë ndjenja se çirimi i hormoneve ndryshon. Jo, duhet një aktivitet fizik që është solo. Është solo. Që ka të bëjë vetëm me ty, po. Po. Nëse di ç'është gjë tjetër, pastaj solo që bëhet, po që po ka metoda më të ndryshme. A ktheu këtu. Po. Ja, kjo është një gjë e mirë që bëjmë ne, se do të dalte tema ime që të flasim seriozisht, pastaj bëjmë një shaka. Dhe kjo është shumë entertaining. Si një gjë, ja ta bëjmë një kështu publicitet. Ai, publicitet. Ka një gjë shumë të mirë, sepse që jo shumë njerëz e kanë, po unë kam kuptuar që është gjë e mirë që her pas here evidenton gjëra pozitive te unë, te vetja që bëjmë neve. Dhe kjo të jep një formë validimi se ti mund të kalosh të gjëra pa i vënë. Po kur dikush thotë, "Hey, shiko, kjo është një gjë e mirë që ne e bëjmë", ti thua, "Shiko, me vërtet." Unë gjesti ti them, përpiqem të them herë në javë që jam shumë krenare për të. Jo, shumë e vërtetë, se ne nuk japim fare fjalë validimi, the words of affirmation and approval, edhe just positive. Më falni, fjalë pozitivitet, shumë energji të mirë, duhet ta motivosh tjetrin, sepse kur ti motivon tjetrin, e kthen edhe energjinë te vetja jote. Nuk e di, unë besoj shumë në këto gjëra spirituale dhe mendoj se siç jap, supozohet edhe të marr. Dhe sinqerisht më kthehen, prandaj dua të jap mirë. Mund të duket pak egoiste tani që po e them kështu, por sinqerisht kur e shef diçka, pse mos ta validosh tjetrin. Jo, se duhet gjithmonë të kalosh te ana negative e gjës. Sepse është si e shef ti botën. Nëse ti do jesh shtuash tjetrin vetëm gjëra negative, ti vetë do bëhesh ashtu. Po. Domethënë e kthen te vetja jote. Jo, do të thotë që ti e ke atë ndjesim brenda teje, ajo të vjen. Dhe mbase duhet punosh pak me veten tënde për këtë gjë, se s'ta ka fajin bota, plak. Jo, e ke parasysh sa shumë ta ndryshon ditën. Një koment pozitiv. Mua më ka ndodhur që njerëz që nuk të njohin fare në rrugë, ti shkëmbesh sa bukur që e ke veshur sot. Dhe ti, ajo dita jote, domethënë përmirësohet me 100%. Ti je komplet njëri tjetër, mund të jesh super i mërzitur, edhe të del një buzëqeshje, një gjë, domethënë. Dhe ta bësh gjën, domethënë, edhe përveç kësaj ta bësh edhe për faktin thjesht se është energjia që ti do të përcjellësh me botën, edhe jo detyrimisht se ku e di unë duhet marrësh diçka edhe në kombim, se ka shumë njerëz ta bëjnë këtë gjën, por e kthejnë tek vetja dhe presin diçka, dhe momenti që ti nuk ja kthen, ose nuk ja kthen, domethënë mund të jesh falendërues, validon, por nuk i jep
diçka, atëherë bën pasiv-agresiv. Apo jo, ashtu s'ka sens. Shumë e vërtet. Nëse rikthehemi tek tema, spoti publicitar u mbyll. Aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm. Kur them aktivitet nuk kuptoj ecje, vrap, biçiklet, në natyrë, të jesh, të meditosh, mbase të bësh pak yoga, jo detyrimisht palestër, se palestra lidhet me peshat. Po. Çdo gjë që ju keni qef. Po, përveç fakti që ti normalisht krijon më shumë vetbesim sepse të pëlqen më shumë vetja në pasqyrë dhe ti je duke parë progres që është shumë vizibël dhe është diçka që ti praktikisht po investon tek vetja jote, përveç kësaj do të kesh më shumë qartësi mendor. Sepse aktiviteti fizik çfarë bën? Të kthen në në qendrit primitiv. Pra, çfarë bënin Homo sapiensët? Çfarë bënte njeriu i parë? Okej, njerëz ç'a bënte? E dini ju? Dilte, merrte shtizën edhe gjuante, bënte gjuhë e tij dhe merrte atë buallin ku diun ç'a kapte në i dre, mos të kalojmë kështu ekstrem, dreri pak i rënd dhe vendosën në krah, e merrte e çonte te gruaja në shtëpi që po e priste, edhe po bënte gati atë dhe fillonte e preste, punë fizike miq. Ishte jemi njerëz. Harrojmë që jemi njerëz. Jemi njerëz me koska, me mish, me shumë gjëra. Dhe çfarë na bën ne njerëz dhe jo AI, inteligjencë artificiale, është trupi, aktiviteti fizik, edhe truri që gjithë reaksionet kimike që ndodhin në bashkëpuntim të këtyre dyave. Nëse ti shikon që gjërat nuk po shkojnë siç duhet, mbase është koha të kthehesh tek njerëzimi, tek trupi. Do t'jap një shembull për këtë se kam menduar shumë shpesh. Që mos ikim deri te njeriu i parë. Mendoni ata njerëzit që jetojnë në fshatra shumë të thellë, të Shqipërisë, të Indisë, whatever, kudo domethënë. Ju mendoni që ata janë në depresion? Jo, ata janë madje njerëzit që vuajnë më pak nga depresioni. Ato të Kinës që rronja 100 ca vjeç me ato sepse ata janë shumë të lidhur me natyrën edhe me aktivitetin fizik. Dhe kur themi këtu aktivitetin fizik, ata çdo gjë e bëjnë vetë. A mund t'jap ca këshilla? Okej, e pranoj që e kam marrë dhe unë nga TikTok, po kam bërë research për këtu, ju betohem. Ju betohem që kam bërë research për këtë. Gjoj se ka gjithmonë një research. Ka çdo gjë të bazuar në numra, në fakte statistike. Vjen kesh. Truri. Kinezët janë shumë të paparë kur vjen puna tek studimi i trupit dhe sistemit nervor. Ka shumë ushtrime që bëjnë, të cilat janë për pjesën e le të themi qetësimit të sistemit nervor, që të relaksojnë, domethënë pjesën e ankthit, kujdesen për pjesën e bloating, fryrjes të trupit, guasha që themi neve që u bë virale se bënin goca të pjesën e fytyrës. Ajo është vetëm një grimcë e vogël asaj gjëre sepse bëjnë ushtrime që ju sugjerojnë nëse keni mundësi të kërkoni në internet, ushtrime për trupin, aktivitet fizik që janë për sistemin limfatik dhe somatik, ju kërkojeni, dhe të shqetësojnë shumë. Dhe të jep një pastërti dhe qartësi mendore që un kam filluar të implementoj vetë me disa gjëra të vogla në rutinën time dhe më kanë ndihmuar. Interesant, unë s'e kam provuar, do ta provoj, se më duket interesant. Edhe pastaj më thoni që Joyce, a ishte mirë apo ishte keq, nuk ka rëndësi, dua një feedback. Do kontrolloj pa kamerën unë. Unë mendoj që domethënë të kalojmë nga ajo pjesa e fillimit të 20-tave, është faza kur ti je në mes të 20-tave, që mendoj është tip tranzicioni që ti bën, është kalon shumë shpejt, ajo se je vërtet në tranzicion. Hap mbyll sytë kështu. Po, nga ajo faza që je kështu super i stresuar, ç'po bëj me punën time, pak a shumë gjërat fillojnë shkojnë në vend. Jo për çdo rast, po flasim në pjesën më të madhe të rasteve. Edhe ti je pas mesit të 20-tave, gati në fund të 20-tave, këto 4 vjeçari fundit, le të themi, para se të mbushësh 30, që pak a shumë i ke sistemuar disa gjëra, e ke gjetur drejtimin tënd, edhe je duke punuar për të ardhmen. Por, vetbesimi është pak më i lartë, do thoja unë. Për shembull, siç e ndjej unë personalisht, vetbesimi është më i lartë, ti e di se kush je, ke filluar ti tregosh vendin njerëzve. Ke eksperiencat e duhura. Po, njerëzve toksik i thua mirupafshim, ambienteve toksike fillon një evidenton, ndoshta ke edhe mundësinë të largohesh nëse gjendesh në situata të tilla dhe gjithë këto gjërat, dhe ku donim ne ta përqendronim, sepse kjo normalisht është shumë e gjerë, dhe që ju na e kërkuat dhe na e thatë, ishte te pjesa e lesja e të mos u kënaqurit kur me veten tënde, dhe pavarësisht se sa gjëra ti ke arritur, edhe suksese të vogla që ti mund të kesh pasur, prap ke ndjesinë që nuk është mjaftueshëm dhe akoma nuk je aty ku duhet të jesh. Tani për këtë temë, kjo është vështirësia ime më e madhe e jetës.
Gjithmonë, nuk Se e ke di. dhe aktuale tani. E kam të momentin, se unë asnjëherë nuk jam e kënaqur dhe gjithmonë dua të mbyll diçka pavarësisht se mund të jem në një balancë që unë e kam shumë të mirë. Unë si person kam gjithmonë në mënyrë konstante diçka çfarë është konstante në jetën time është ndryshimi. Pik. Dhe këtë shumë bukur. Ka mund si ta thosh dhe herë se ta bër pres për TikTok edhe mos ta ndërpres unë, dhe vazhdoje mendimin. Diçka që është konstante në jetën time është ndryshimi. Këtë e kam gjithë jetën. Domethënë, gjatë gjithë kohës jam duke u përpjekur si të mësoj gjëra të reja, të marr eksperiencën e dur, ta mbyll një kapitull dhe të nis një të ri. Domethënë, jam duke ndryshuar gjatë gjithë kohës sepse njeriu për këtë arsye evolvon. Domethënë, është shumë e thjeshtë ti merr eksperjencat, ke marrë vetbesimin që të nevojitet, ke mësuar gjëra të reja dhe më pas ti të gjitha i akumulon, i mbledh dhe i investon në diçka të re. Dhe është edhe inspiruese sepse njeriu nuk mund të rri duke të bërë njëjtën gjë për shumë kohë të gjatë. Ka nevojë për stimulim, ka nevojë për inspirim, për ndryshim, për të marrë frym, për të jetuar. Më kupton se njeriu nuk është për mendimin tim gjithmonë, ë, nuk është destinuar që të jetë duke bërë të njëjtën gjë nga fillimi deri në fund. Mendoj se njeriu i kompletuar, sipas idealeve të mia, është ai që është gjithë kohës duke bërë gjëra të reja. Duke sjellë ndryshim. Dhe normalisht kjo gjë vjen edhe me shumë frikë sepse ti nuk je asnjëherë i kënaqur. Domethënë kjo është ana pozitive, që thash, po ana negative është se si asnjëherë i kënaqur. I bie që ti gjatë gjithë kohës nuk po ndalon edhe të thuash që jam shumë mirënjohës për këtë që po bëj. Dhe sekreti është që të praktikosh gratitude, të praktikosh atë falënderimin dhe të jesh mirënjohës për aq sa ti ke bërë. Unë mendoj se gjithë duhet marrim pak kohë nga jeta jonë, sikur një herë në javë, dhe ishte perfekt, domethënë, sepse kemi jetë shumë aktive dhe shumë intensive. Se kështu është jeta në Tiranë, paktën është shumë kaotike dhe tërmer rrjedha e punës dhe jo vetëm, kudo në botë. Duhet një moment të javës thjesht të ulim dhe themi jam shumë krenare për çfarë kam bërë, jam mirënjohëse për shëndetin tim, që është gjë që gjithmonë e marrim totalisht Të mirëqen, po. Gjëja më kryesore, unë këtë vit kam pas shumë probleme shëndetësore dhe kam zbuluar nodus në tiroide, që është praktikisht tumor. Dhe mua kjo gjë më ktheu pas në zero. Edhe unë thash, çfarë lloj gjëje që unë kam punuar, s'ka vlerë, sepse unë mbase kam kancer, më kupton? Po. Dhe kalova një periudhë shumë të vështirë këtë vit dhe normalisht ajo doli domethënë doli benigne, nuk doli malinje, shqyr Zotit, edhe u ktheva në gjëra që unë doja të bëja dhe u ktheva me këmbë në tokë. Realisht ky health, pjesa e shëndetit, to frikërat që mund krijon, është një nga gjërat që të sjell me këmbë në tokë shumë. Po. Direkt. Dhe prandaj duhet të praktikojmë mirënjohjen, sepse është një nga atributet më të mira që ka njeriu, që të jetë aty, domethënë ta shijoj momentin, të jetë mirënjohës, ta pranoj, të punoj me atë gjë, të jetë falënderues kundrejt çfarë do gjë që mund të jesh Zotit, familjes, vetes, shoqërisë, kushdo që është aty për ty, vetes tënde në radhë të parë. Dhe pastaj këtë gjë ti ta kthesh në motiv për të bërë më mirë dhe të synosh për më tepër dhe të kalosh në një etapë tjetër. Në këtë stad jam tani. Jam dakord, unë mendoj si njëri që jam shumë ambicioz dhe i kuptoj shumë njerëzit që kanë ambicie dhe ndonjëherë ambicia bëhet pak e sëmur. Është gjithmonë kjo ndjesia që pavarësisht se sa gjëra ti ke bërë, ti nuk ndjehesh i kënaqur dhe nuk është thjesht çështja që ti nuk mendon që ke bërë gjë. Ti e di sa ke bërë, po nuk mendon që është në nivelin që duhet të kishe bërë. Domethënë nuk e ka arritur potencialin. Unë këtë ndjej te vetja ime. Për shembull, unë ndjej që në bazë të disa vendimeve të caktuara që unë mund të kem marrë në jetën time, disa kanë qenë shumë pozitive, disa kanë qenë më negative. Domethënë kanë qenë gjëra që mua mund më kenë lënë pas, edhe nuk kam arrit potencialin tim. Por kanë qenë dhe gjëra që unë mbase nuk i kontrolloja dot. Për shembull, si puna jote, dhe unë kam pas një fazë me shëndetin që ka qenë shumë e vështirë, kam folur shumë herë, ato unë nuk e kontrolloja dot. Edhe sado që unë mund t'i thoja vetes time që mua jo më mori një vit nga jeta, një vit në të 20-tat e mia, ku unë mund të kisha bërë shumë gjëra. Por nuk mund ta mendoj kështu, domethënë duhet të ndryshoj perspektiva dhe unë duhet të them,
shqyr që më mori thjesht një vit, sepse mund të kishte qenë shumë më keq. Domethënë unë mund të mos isha bërë më tamam, e kupton? Mund të kishte ndodhur diçka akoma më e keqe. Domethënë gjërat ndodhin, nuk mund të themi pse më ndodhi mua, të ndodhi ty. That's it, pik. Ky është fakti. Ajo gjëja ndodhi, të rish të mendosh pse si qysh tek, ç'a më gjeti etj nuk ka kuptim. Janë gjëra që ne nuk i kontrollojmë dot. Për gjërat që nuk i kontrollojmë dot, duhet të përvetësojmë këtë mindsetin që të qëndrojmë pozitiv edhe të mundohemi të gjejmë një zgjidhje se si të dalim nga ajo situata, në qoftë se ka, në qoftë se s'ka, e pranon, bie në paqe me atë gjë që ndodhi, edhe thjesht mundohesh që në ato kushte aq të vështira sa mund të jenë, ti të bësh më të mirën tënde dhe maksimalen. Edhe nuk po them që njerëzit të humbasin ambicien, sepse është shumë e rëndësishme që ti të bësh i suksesshëm dhe ka disa njerëz, themi ndonjëherë suksesshëm. Shiko, kjo është për disa njerëz. Ka disa njerëz që nuk do bëhen kurrë të suksesshëm dhe nuk kanë ardhur në këtë jetë për të qenë personazhi kryesor. Kanë ardhur në jetë për të qenë dhe personazhe dytësor. Në sensin që nuk janë shumë karaktere dominante dhe evidentuese. Dhe nuk ka asgjë të keqe. Ka njerëz që duan të kenë një jetë shumë monotone dhe të qetë, dhe aty e gjejnë paqen dhe qetësinë. Joyce për shembull tha që diçka konstante në jetën time ka qenë ndryshimi dhe unë mendoj që njeriu prandaj ka ardhur në jetë në mënyrë që të evolojë dhe të ndryshojë vazhdimisht. Jam shumë dakord unë, sepse jam unë. Por mund të kishe një njerëz të ulur këtu që të thotë që jo. Mua kjo më jep sikletë dhe më jep stres ndryshimi. Unë dua të qëndroj në zonën time komforte, me ato rrogën time, me ato familjen time të vogël, me ato gjërat e mia. Dhe kjo është totalisht fajn, ti thjesht duhet të biesh në paqe me ato që prandaj ti njeh veten tënde dhe nëse ky është realiteti yt, shijoje në maksimum, investo në maksimum në atë gjë që ti të kesh atë stabilitetin që ti ëndërron, edhe që ti jesh mirënjohës për atë gjë. Pra domethënë çfarë, kjo është ideja. Ne flasim për realitetin ton, ne flasim për pritshmëritë tona sepse jemi të ngjashme në këtë aspekt. Po siç ti e the, ka dhe njerëz që kanë komplet realitet tjetër. Po, se dua të trajtoj pak edhe këtë, se ndonjëherë e bëjmë shumë personale edhe harrojmë që në fakt, në vërtet, ka kaq shumë perspektiva të njerëzve, unë kam dëgjuar shumë gjëra këto vitet e fundit jetës time, perspektiva të njerëzve që kam thënë si e mendojnë kështu, dhe pastaj duke u rritur ti kupton që shiko, ashtu siç e mendoj unë diçka dhe besoj shumë fort, ashtu e mendon dhe beson ai atë të vetën shumë fort. Dhe s'ka pse të jetë as e imja e sakt apo as e ti gabim, çdo lloj gjëja është okay. Duhet të mësojmë të jetojmë në paqe dhe vetmja gjë që do shtoja më shumë këtu është pjesa që për mua gjëja kryesore që do t'i jepja këshill këtyre njerëzve të cilët realisht nuk kënaqen me sukseset e veta sado të vogla që mund të jenë. Ambicia është shumë e mirë, por nuk duhet bëhet toksike. Qenia që mund të bëhet më toksike në këtë jetë, në raport me ty është vetja jote, sepse ajo ta bën dëmin më të madh. Më thënë nëse njerëzit e tjerë mund të jenë toksik dhe ti largon nga jeta jote, ti me veten tënde duhet jetosh për ditë deri në fund jetës tënde. Kështu që nëse ti ke një anë shumë toksike të vetes që po i bën dëm, domethënë vazhdimisht, duhet të mësosh ta evidentosh dhe prandaj është shumë e rëndësishme inteligjenca emocionale dhe nëse nuk e keni shkoni në terapi, e kam thënë në shumë podcaste, do vazhdoj ta them, është shumë e rëndësishme. Ka shumë gjëra, probleme me njerëzit që nuk i evidentojnë që i kanë, sepse njerëzit kanë shumë thjesht të injorojnë edhe të mos futen fare në procesin. Projektojnë shumë njerëz sot. Unë e kam shumë të lehtë tani në këtë stad, sepse kam bërë terapi më përpara, kam punuar me veten, kam bërë lloje të ndryshme terapie, që mund ta them, që kryesisht ajo që kam bërë është CBT, Cognitive Behavioral Therapy, që është terapia kognitive që ti e bën me anë të praktikës. Nuk do futem në detaje se jam psikologe ta shpjegoj, por ti mësohesh që të kuptosh sjellje të përsëritura tek të tjerë dhe te vetja jote. Dhe në momentin që ti i evidenton këto sjellje që mund të jenë toksike, ti mund të marrësh një nisëm ta ndryshosh këtë gjë dhe ta përmirësosh. Nëse e shef që po të bën ty dëm dhe po i bën të tjerëve dëm. Dhe shumë do të sugjeroj gjithëve nëse ka mundësinë ta ndjekin llojin e terapisë, nëse e shohin të nevojshme patjetër, dhe të kuptojnë këto sjellje që janë toksike tek të tjerët. Në momentin që dikush është duke projektuar apo jo, çfarë është projektimi për ata që nuk e dinë, kur dikush është duke bërë një sjellje në mënyrë vetmbrojtëse dhe duke ta hedhur ty fajin për atë gjën që po bën. Pra, t'japim një rast konkret, nëse ti mua më thua që Joyce, ti je shumë overthinker, i mendon shumë gjërat, ky është problemi jot,
mbase kjo është një projektim që e duke e bërë, mbase në realitetin tim këto mendimet janë ato gjëra që mua më mbajnë aktive në lifestyle-in që unë të ndjek për të përmirësuar, sepse jam në mënyrë konstante duke ndryshuar veten. Jam duke e bërë rewire sistemin tim çdo vit praktikisht. Po. Në realitetin tim kjo mund të jetë funksionale. Dhe ti ma projekton këtë gjë, jo se ma ka bërgjese, po thjesht po them është një shembull. Kjo gjë mund të ndodhe realisht në jetën tuaja shumë shpesh, që njerëzit ju projektojnë, mund të jetë me një sjellje, mund të jetë me një gjë që ka lidhje me pamjen e jashtme, që mund të jetë që ndodh shumë rëndom, tipi sa që ngesh ndoshur ose çka ke bërë kshu ashtu. Për shembull, njerëzit që komentojnë peshën janë njerëzit që kanë më shumë problem të vetja. Ky është një projektim, që ta kuptoni që pse po më ndodh mua, nuk është mos e merrni çdo gjë personale. Po. Mos e merrni çdo gjë personale sepse ka shumë njerëz që janë duke vuajtur brenda vetes, edhe këto sjellje. Po këtë këshillën ja japun gjithmonë Joyce-it, edhe shumica e njerëzve që mos e merr personale se për shembull mua më kanë ndihmuar që un kam lexuar shumë libra psikologjik për këtë gjë dhe kam parë dhe shumë psikologe në podcast dhe në video që e kanë trajtuar edhe kam kuptuar që shumica e gjërave që njerëzit bëjnë edhe tradhtia edhe Po. Nuk kanë bëj fare me ty. Janë probleme të brendshme të probleme të brendshme të tyre dhe kur e fillon dhe e mendon që nuk e ka me mua, e ka me veten, fillon jam i qetë. It's not about me, nuk ka bërë. Zen, paqe, domethënë normalisht nuk e fal personin tjetër. Po. Nuk e falim sepse veprimi i akti prapë është i gabuar, e kupton, por ti të paktën rri i qetë në veten tënde, vazhdon me jetën tënde se duhet vazhdosh para plako, është botë shumë e vështirë. Tani për ta përmbyllur. Çfarë synimesh i ke vënë vetes tënde për këtë periudhën në fund të 20-tave dhe në fillim të 30-tave? Çfarë do doje ti të arrije dhe ku diun të përmirësoje këto vitet e fundit? Synimi që kam vendos vetes është të jem pothuajse 100% e pavarur, që do jetë e vështirë, se gjithmonë dua ndihmë ose gjithmonë do doja që të kisha një support system, se jam njëri emocional si natyrë, e di. Dhe do doja shumë, domethënë synimi që kam vendosur këto 2 vitet e fundit të 20-tave. Nuk dua ta pranoj. Është që unë të punoj me brandin tim dhe unë sinqerisht nuk dua të punoj më për të tjerët, nëse mund ta them kështu, më vjen keq. Nuk kam asgjë me të tjerët që kanë punuar, kam shumë respekt për ta, por mendoj se ka ardhur koha që ti bëj gjërat sipas mënyrës time dhe nëse nuk ecim, punë e madhe të paktën e provova. Unë jam i sigurt që do ecë. Oh my God, jam thank you shumë so e sigurt. Nuk e diskutoj fare. Po ti Jess, për këto 2 vitet e fundit. Atëherë unë dua të them diçka që mua më ka kushtuar shumë që ta arrij në anën time emocionale dhe ka qenë një punë që kam bërë vitin e kaluar. Dua t'ju them njerëzve në përgjithësi që mos keni kaq shumë frikë nga fundi 20-tave dhe fakti që po hyni te 30-tat, ka qenë një stres i vazhdueshëm që unë po e kaloja vjet, që po e mendoja që s'kam bërë asgjë, ç'po po bëj, po shkoj drejt 30-tave, nuk kam një familje, nuk kam një shtëpi time, nuk kam një kështu, nuk kam një ashtu, s'po bëj ndonjë gjë shumë të madhe. Unë mendoj që është shumë gjë e bukur kjo mosha që po vjen tani, sepse siç thash, ndoshta në fillim të 20-tave ti ke një energji të pashtershme, po pas 25-ave, 26, 27, 28, vetbesimi që ti merr, eksperiencat, njohurit, gjitha gjërat, ty të bëjnë një person, domethënë energjia jote ndryshon komplet. Nëse you do it right, nëse ti punon pak me veten, se duhet punosh, ka shumë njerëz që janë dhe 50 dhe janë super toksik, po flasim për njerëzit që kanë dëshirën që të punojnë. Energjia jote transformohet komplet dhe ti fokusohesh te gjërat që vërtet kanë rëndësi, sepse tashmë ti i di gjërat që kanë rëndësi. Dhe ndonjëherë është më mirë të punosh zgjuar sesa të punosh shumë. Dhe nëse në të 20-tat ti mund të punoje shumë se kishe energjinë, tani është momenti jot që të punosh zgjuar dhe të bësh zgjedhjet e duhura, duke qenë se i ke bërë gabimet edhe zgjedhjet e gabuara deri 28 po e zëm, se ke pas mjaftueshëm kohë. Tani është momenti jot që ti të shkëlqesh. Nuk është fritet e punës tënde. Jo, po përpos kësaj është dhe momenti që ti të vazhdosh. Unë mendoj që këtu është momenti që duhet të japësh gaz. Nuk është mos bini në qetësi. Nuk do të thotë që të 30
The 30s are the new 20s. Shumë e vërtet, 30s are the new 20s, ke më shumë të besim, je prap i ri në shpirt, ke një glow që kur merresh me veten tënde nuk do ta kesh në 20-at, unë sinqerisht tani duka më e vogël se ç'dukesha 20 vjeç, nuk e di Edhe shumë më mirë dukam. Për zotin, të shoh fotot e vjetra them, "Oh, kush është ajo?" Nëse, përveç kësaj, në fund të ditës këtë eksperiencë që ti e ke tani nuk e ke pas kur më përpara, shfrytëzoje në maksimum për të përfituar në maksimum, që ti hapësh dyrë të reja vetes tënde, domethënë mbyll një derë, hapet një dritare, kupton? Edhe ke shumë gjëra të reja që duhet të. E di çfarë ke që është shumë gjë e bukur, nuk ke më dëshirën ose nevojën për të kënaqur të tjerët. Dhe fokusohesh pikërisht te gjërat. Dhe gjëja më e rëndësishme dhe këshilla më e madhe që po ja them vetes të tjerëve është shfrytëzoje kohën në maksimum, mos humb më kohë. Koha është gjëja më e rëndësishme që kemi, përveç shëndetit edhe. Ne nuk e dim sa do kemi. Koha është gjëja më e rëndësishme, nëse gjeni mundësi për ta shfrytzuar kohën për ajo që tha Gjesi, për të punuar zgjuar dhe jo shumë, dhe të jesh më efikas duke shpenzuar më pak kohë në një gjë që cjell më shumë fitim, çfarë lloj fitimi tjetë, ja ke dal. Përfundimisht, suksese. Edhe vetmja gjë që do doja, për shembull për të 2-3 vjeçarin e fundit, do ishte që nga ana profesionale, duke qenë se kam pjesën time më të rëndësishme, të kaloja në një stad tjetër, domethënë të merja një pozicion pak më me përgjegjësi, të tregoja veten time që jam më profesioniste se ç'më di shumica e njerëzve, sepse shiko, përpos faktit që unë jam programuese, unë kam dhe një aftësi shumë të mirë komunikimi, dhe unë mund të jem shumë mirë në marrëdhënie me njerëzit, dhe ka derivime të profesionit tim që mund më bënin mua shumë pa parë, kupton? Kush nuk do donte që të më kishte mua në mbledhje të caktuara me njerëz të rëndësishëm, duke piqur një ide, një mendim, gabim, ulu. Po, me atë asertimin e dominancës time, këto ja themi vetes që të ne kemi lënë krah që janë duke u gatuar krapule, po e thoj. Kështu që ne do ta mbyllim sot, kemi ardhur tek shtëpia e një shoqe së Joyce-it, që kjo shtëpia është fantastike. Unë nuk ja shpjegoj dot, është një nga shtëpitë më të bukura që unë kam parë, ka një karakter model, nuk e di. Dhe mbas kësaj ne do ham një darkë shumë të lezetshme, kështu që ky është podcasti. Unë jam e bindur që do doni Joyce-in prapë në podcast. Kështu që Joyce mund të vish edhe gjithmonë, no? Unë do jem sfond aty, po, do të them një ide, po këtë shumë e ke menduar kështu. Shpresoj shumë që të ketë pëlqyer. Besoj se do ju ketë pëlqyer, se ishte shumë nice. Jeni shumë të mirë. Dalleni komentet nëse mund t'ju pëlqejë diçka, nëse s'ju pëlqen, nëse çfarë do doni. Çdo kritikë është shumë e mirëpritur. Është mirë pritur shumë. Edhe shihemi në podcastin tjetër. Yes. Thank you, bye. E mbyllëm.